kamera. Pasaj do t'i lidhi pak. Ne prandaj në Tiranë se kemi çik durime. Mira atëre. Nere ka bëçi. Çanga. Vetë një fotografi të mirë që do japë aty reportazhe. Ne si shoqat kemi marrë një ftesë si gjitha ftesat që kemi marrë këto 2 vitet e fundit që kur jemi krijuar. Kemi marrë një ftesë nga shoqata e Kastorias në Greqi, e cila bën një event shumë të bukur me pjesëmarrës nga tërë Europa dhe na kanë ftuar ne si shoqat që jemi. Jemi nisur që mëngjes, siç e ke parë dhe vetë, me gjithë çunat dhe jemi nisur drejt Kastorias. Eventi atje është gati me 13 ekipe që organizohet për 3 ditë. Dhe ne jemi nga pjesët nga pjesët e atyre ekipeve që marrin pjesë atje. Janë nga Spanja, Italia, Franca, Greqia, Serbia, edhe 2 ekipe nga Shqipëria, ne dhe Korça. Tash atmosfera duket që ne jemi të gëzuar, të lumtur dhe kjo është ajo që na mban motivimi për sportin. Urime, suksese. Faleminderit. Forza Polonina. Musa, vetëm kemi fituar çdo vend që kemi vajtur. Lum. Tu na ke, tu do të bëj 0. Si që shikoni, ne sot kemi një takimin e parë kemi me ekipin e Korfuzit. Ishte ndeshje që zgjat 2 pjesë në 35 minuta. Dhe nesër po ashtu kemi një ndeshje tjetër të tillë, edhe pas nesër po ashtu kemi një ndeshje të tillë. Kjo është një turne që bëhet vit për vit, ky është viti 12 që bëhet. Dhe ne jemi për herë të parë në këtë turne dhe shpresoj të kemi rezultate pozitive. Besoj që do kemi rezultate pozitive. Sa ekipe marrin pjesë nga Shqipëria? 2 ekipe, ne dhe Skënderbeu. Një ekip është nga Spanja, një ekip është nga Serbia dhe pjesa tjetër nga ekipe greke të veteranëve të ekipeve të vjetra greke. Suksese. Faleminderit. Tani filloi atë. Kur zihen 2, po. Πάμε. Έλα. Κάτω, φώτο. Hajde Ziri, se shumë mirë, je shumë mirë. Qamra të goli me kokë, bravo të kjo.
That has come so far away. Η αμέσως πιο μακρινή περιοχή είναι τα παιδιά που ήρθαν από τη Σερβία. It's a pleasure to have also Serbia that have come from far away. Έχουμε δύο ομάδες από την Αλβανία. Η μία είναι η Κοριτσά που είναι κοντά, είναι μισή ώρα από την Καστοριά, και τα παιδιά από το Φιέρι, από την Απολώνια. It's a pleasure to also have Albania, two teams, Korça and The second, the second, Απολώνια και Flieri. Φιέρι. Apollonia. Αναφέροντας και τις πιο μακρινές περιοχές που έχουν έρθει από την Ελλάδα, είναι τα παιδιά από την Πάτρα. The team of Patra. Τα παιδιά από την Κέρκυρα. Τώρα η Άρτα ή το Κιλκής είναι το μακριά. Τα παιδιά από την Άρτα. Τα παιδιά από το Κιλκής. Έγινε μια κακή συνεννόηση με τις ομάδες και είχε αποφασίσει η ομάδα των βετεράνων της Κέρκυρας να απονείμει τιμητική πλακέτα στον Γιώργο τον Παράσκο, ο οποίος ήρθε στο γήπεδο, έγινε μια κακή συνεννόηση, είχε κάποια θέματα που δεν μπορούσε να τα ξεπεράσει, δεν έφυγε σήμερα, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Η From Belgrade in Serbia. Tu kam išli do držati Aritodara i Dojn, Loja do Bugra, Loja do Tuse, do Beljko Prišešini Bugu. Εδώ έχουμε δει μια πολύ καλή οργάνωση και είδαμε μεγάλης αξίας ποδοσφαιριστές από το ελληνικό πρωτάθλημα. Εξούς οι Έλληνες, εκεί αυτό, η κοψίνα εκεί, ας σου λέει Μπούγκορ, φαίνει και το δυσκόλευε Μπούγκορ, δεν είναι να μην έτσι όπως είμαστε στο ποδόσφαιρο, όπως είμαστε αγαπημένοι ο καθένας στον τόπο του, πρέπει και σε αυτό το τουρνουά να είμαστε αγαπημένοι. Nere.
Përshëndetje. Fitore. Për sa i përket ardhes tonë Kastoria, është një eveniment që e kanë organizuar do të thoj një turne shumë bukur për pjesën e ish futbollistave. Neve si Apolloni marrim pjesë për herë të dytë, për herë të tretë në zonën e Greqisë, kemi qenë edhe më përpara në Athinë. Të them të drejtën, jemi shumë kënaqur nga organizatorët, nga mirëpritja, nga çdo gjë. Neve përveçja evenimenti kemi edhe një eveniment tjetër në datën 25, do shkojmë në Spanjë. Është një gjë shumë e bukur për ne që ne rikthehemi, shihemi, ritakohemi ish sportistat. Kjo është gjë shumë pozitive. Unë vi nga si tjetër, unë vi nga Fieri që mbështes shokët e mi. Përveç saj nuk është sakrifica për mua, nuk është asgjë gjë përveç se është çdo gjë është kënaqësi që unë rikthehem që ritakoj shokët e mi mbas kaq kohësh. Pavarësisht se neve ritakohemi shpesh herë, por kjo do të thotë që sakrifica ime nuk ka të bëj fare me dëshirën. Dëshira është gjë shumë e madhe që unë vi këtu që ndjam me shokët e mi. Në turne realizuar nga shoqata e futbollit Kastorias për në ndihmë të fëmijëve në nevojë. Me ekipet e Kastorias, Korfuzit, Apollonis, Korçës dhe disa ekipe të tjera. Është një aktivitet në klubi bashkangjitet shumë turne të tjera që shoqata jonë e futbollit ka realizuar, si në Gjermani, 2 herë në Kosovë për pavarësinë, Maqedoni dhe këtu sot në Greqi. Ku pritet në fund që shoqja të jetë përsëri e ftuar në Majorka për një tjetër event. Shoqata funksionon mbi bazën e ndihmës dhe sakrificës financiare që bëjnë 2 vëllezërit e shoqatës, presidenti dhe zëvendëspresidenti 2 vëllezërit Gentian dhe Ermal Varfi. Gjithashtu mbahet dhe nga vetë anëtarët e shoqatës. Kemi pasur në aktivitet që kemi bërë, kemi pasur dhe ndihmën e bashkisë, një ndihmë që presim të rritet, por sidoqoftë ka qenë një përkraje vetë kryetari i bashkisë zotit Armando Subashi, dhe presim që ky bashkëpunim për sa kohë ai të jetë të vazhdojë me shoqatën, sepse fundit është një shoqatë që përket jo vetëm vetes saj, por përket gjytit dhe të Fierit. Dhe në fund desha më sa të falenderoja dhe televizorin tuaj për mbështetje që na ka dhënë çdo aktivitet dhe për ju personalisht si miku jonë i futbollit. Faleminderit. Andrea, perdi. Perdi, Andrea.
Kurishin evropiane, ma më të kualitet. Ky ishte një aktivitet që mbyllet me këtë ndeshje sot, siç e shikoni, që është me ekipin e Artës. Ishte një turne miqësor, domethënë që pothuajse bëhet vit për vit, ka 12 vjet që bëhet. Ky është viti i parë që ne marrim një ftesë në këtë dhe shpresojmë që të vazhdojmë ndërkohës të marrim ftesa të tjera. Ishte një paraqitje e kënaqshme e ekipit tonë dhe me rezultate pozitive. Po ishte një turne që ishte miqësor dhe nuk se kishte fitues, domethënë nuk kishte një vend të parë. Ishin të gjithë ishin miqësor domethënë më shumë, edhe darkat që u krijuar më mrapa, edhe drekat, edhe jemi të kënaqur nga kjo organizim që këta kanë bërë, edhe sidomos me pritjen që na kanë bërë. Shpresojmë të vazhdojmë akoma më shumë. Ku keni marrë dhe ku do të merrni pjesë akoma ju në si shoqatë e veteranëve? Ne kemi në datë 25 me 29 jemi në Majorka. Është një turne që ishte edhe e bëm dhe vjet, që e bëm në Hanover që dolëm dhe fitues, edhe shpresoj që ai është një turne shumë i madh, është evropian edhe shpresoj që një fitore prap kësaj radhe. Jemi në Hanover prap në fillim të shtatorit. Dje, posaçërisht dje morëm prap një ftesë për në tetor për në Antalya, se s'po më kujtoj, për në Antalya, që dhe atje bëhet një organizim goxha i madh evropian. Edhe kjo është thjesht kelet në dorën tonë që ta mbajmë gjallë këtë shoqat, edhe si ish futbollistat e Apollonisë. Kemi krijuar një grup shumë të mirë. Shpresojmë që të na vinë akoma shumë shokët tanë që kanë losur me neve, po që kemi arritur në një moshë që kemi shumë angazhime edhe të punës, edhe të familjes, edhe çike të vështirë edhe për të lidhur këto gjëra, se për post kësaj ne lëm shumë gjëra mbrapa në për shtëpi, në për punën tona që merremi me këtë gjë. Dhe shpresoj që kemi shumë futbollista, shokët tanë, që po i kërkojmë të na bëjnë pjesë edhe në bazë të mundësive të tyre, dhe ata do na bëjnë pjesë. Edhe ta zgjerojmë akoma më shumë këtë shoqat. Se kemi kaluar vitet më të bukura të jetës tonë, edhe gjuna që të jetim poshtë tani edhe mos të jemi. Duhet i kthejmë mbrapsh atë që i kemi marrë futbollit. Kaq. Faleminderit.
Është një kënaqësi që ne morëm pjesë këtu tek turneu i veteranëve të Kastorias dhe jemi shumë të nderuar që jemi një grup që mbajmë shoqatën tonë të ngritur dhe me aktivitete si brenda vendit dhe jashtë vendit. Ishte një kënaqësi që ne morëm pjesë këtu. Dhe së shpejti jemi të ftuar dhe kemi marrë ftesën edhe në Majorka me Male Cup. Do marrim pjesë në datën 26 qershor dhe u adim për faleminderit edhe presidentit të shoqatës bashkë me të gjithë çunave që ne gjejmë kohën dhe mblidhemi dhe mbajmë të shoqatë që të eci akoma dhe më përpara. Ju faleminderit dhe duam edhe mbështetjen e sportdashësve dhe sportdashësve fjerak dhe ishte vërtet një turnej i bukur ky që bëm. Ne vim nga Fieri, përfaqësojmë ekipin Apollonis dhe të qytetit Fieri dhe në gjitha këto evente që ne jemi munduar që të përfaqësohemi, përfaqësojmë një qytet gjithë, përfaqësojmë gjitha ata breza të cilët me sakrifica dhe me mund që nga familjet e tyre dhe ata vetë që harxojnë kohën e lirë për të bërë këtë sport, i cili është sporti më i ndjekur në botë, jemi munduar që nëpërmjet lojës tonë dhe vazhdimësisë që ne kemi, si në atë që kemi luajtur në atë moshë dhe në këtë tani, mendojmë që të kemi përcjellë sado pak kënaqësinë e këtij sportit, futbollit. Mendojmë se të gjitha këto evente ka pasur atë kënaqësinë e vet, të bashkojnë dhe të mbajnë bashkë në të gjitha moshat. Janë të gjitha evente që përveç se pjesës përballimit të gjithë pjesës financiare që është bërë nga ana jonë, ne kemi pasur dhe një ndihmë nga Bashkia e Fierit, e cila ka qenë krah dhe mbështetëse në të gjitha eventet që ne kemi bërë. Faleminderit.